Deputeti i qarkut të Vlorës Bujar Leskaj ka propozuar rritjen e numrit të bashkive në qark në 4 njësi të reja vendore, Orikumin, Topalltin apo Novoselën, Amantjan që përfshin zonën e lumit të Vlorës, si dhe Ksamilin. Sipas tij, kjo ndarje re administrative do të sillte më shumë efikasitet në shërbime dhe një përfaqësim më të afërt me komunitetin. Propozimi është bërë në kuadër të diskutimeve për riorganizimin territorial, me argumentin se bashkitë aktuale kanë territor shumë të gjerë dhe vështirësi në ofrimin e shërbimeve për banorët e zonave periferike. Ndërkohë banorët e Novoselës kanë shprehur mbështetjen e tyre për idenë që kjo zonë të funksionojë si bashki më vete. Ata theksojnë se krijimi i një bashkie të re do të sillte administratë dhe shërbime më pranë qytetarëve, duke lehtësuar aksesin në zyrat publike dhe duke përmirësuar investimet në infrastrukturë, bujqësi dhe shërbime sociale. Sipas banorëve, Novosela ka potencial ekonomik dhe numër të konsiderueshëm banorësh dhe një shtrirje të gjerë për të funksionuar si njësi administrative e pavarur. Ata shprehen se distanca nga qendra e Vlorës shpesh krijon vështirësi në marrjen e shërbimeve bazë dhe në ndjekjen e procedurave administrative. Kjo nuk është pyetje duhet apo jo. Ne kemi qenë komunë këtu. Tani, mos tjetë Novosela, bashki me 12 fshatra, me gjithë këtë popullsi, unë nuk e di. Mendimi im është që pa tjetër një orë më parë, miratimi i parë tjetë Novosela. Aktualisht ja bëni me shërbimet, keni vështirësi? Po pa tjetër që ka të ngrihesh nga Dollonja, të vesh në Vlorë për një shërbim. Jo duhet tjetë, po duhet të ishte si që ishte, sepse populli po vonë i madh dhe i vogël që nuk ka bashki Novosel. Për një shërbim më të vogël, do ngrihen në Vlorë, atje do të sorollasin o fshatari, thonë. O kështu, o ashtu, as nuk zgjidhin asnjë lloj pune, prandaj bashkia duhet të jetë në mënyrë urgjente në Novosel, që të ketë zhvillim kjo zonë. Ndryshe nuk ka zhvillim. Se tash ne kërkesin na duhet neve dhe ku do vemi? Janë kemi mirë gjithë pensionista. Ne do vemi në Vlorë, jo që nuk dim herë nga telefonat e çfarë janë këto gjërat e reja që kanë nxjerrë tash shteti. Kështu që duhet të jetë më vete. Se na zgjidhin problemet hallet e tokës e ujë, drita çfarë mund të kemi ne. Pra janë mundësitë dhe kapacitetet për të qenë më vete. Po. Ka një shtrirje të gjerë. Po, duhet të jetë. Se tash edhe zonë e madhe është këtej edhe popull ka fjalë e fundit që ne pensionista dhe kush çalon, kush nuk ka makinë, kush nuk ka kushte, nuk vemi dot në lot. Tani e mira e popullit është të jetë bashki më vete, se e shafërsia në gjitha, largësia gjithmonë gjëra negative ka, do lesh ditën e punës e gjithë. Kurse këtu? Ka qenë një propozim i deputetit Bujar Leskaj. Aprovojmë atë, është aprovojmë. Është pozitive që do të keni shumë. Po, do ishte mrekulli fare. Se gjithë të ardhurat që ka gjithë kjo komunitet këtu, duhet, s'ka investime, ka kryetari komunës që kemi në përgjegjës administrativ që quhet, ai që ka, jo se s'do bën shumë për popullin, po si do qoftë, bashkia më vete është mrekulli fare, se do ketë shumë të ardhura vetë komuniteti që është këtu. Po dhe i ka kapacitetet Novosela? Po, i ka shumë kapacitet, se është zonë shumë e madhe, që nga Trevllazër, nga është deri në Dollonjë. Ka, po sa e që kjo zonë këteja që nuk ka kapacitete. Pra i ka? Po i ka, si ka. Shtrirë dhe kështu që duhet. Po ka, ku dojmë ta kojmë për shtë gene, tu zvetet os. Ku dojmë? Se shërbimet do t'i merrni më mirë nëse do t'i bashkim vetë. Po pa tjetër. Po ku do në kojmi ne, s'kemi ku në kojmi. Bëhet në Selenisë, veç në Selenisë të kërkosh të drejten, sa të bën rruga nuk bën ajo punë. E prandaj që më mirë është këtu. I kemi gjithë që po i merë Vlorat tërë, fabrikat o zilat që këtu. Pra mendoni se do të ketë më shumë shërbime? Po, më shumë. E të bëhet Novosela qytet më vete. Si ja bëni me shërbimet aktualisht që nuk është bashki më vete? Keni vështirësi? Po ka, nuk ka. Ikë në Vlorë, hajde nga Vlora këtu, ikë atje, një është, një s'është, një gjetë, një se gjetë kanë. Duhet të jetë. Është gjithë ky territor me gjithë këtë sipërfaqe ka ngelur as Sujitja, as Vaditja, pushteti vendor zero. Duhet të jetë bashki Novosela. Me se zbën. Për të gjitha shërbimet. Për të gjitha shërbimet. Tani po punohet, drejtuesit po punohet, po duhet një kujdes më i madh. Edhe zona të tjera të përfshira në propozimin e deputetit Bujar Leskaj, si Orikumi dhe Amantja,
konsiderohen si territore me identitet të veçantë ekonomik, turistik dhe historik, që sipas mbështetësve të projektit meritojnë administrim më të decentralizuar, ndërsa Ksamilit i njihet një rol i rëndësishëm në turizmin bregdetar, çka sipas propozuesve kërkon një administrim të dedikuar për zhvillimin e zonës. Debati për reformën territoriale tashmë sapo ka nisur, ndërsa rikthehet në qendër të diskutimeve politike por edhe lokale, teksa komunitetet në jug të vendit kërkojnë më shumë autonomi vendore dhe shërbime më efikase për qytetarët.